Rrugët e Tiranës atë mëngjes kishin një zhurmë të butë, si një përzierje e zhurmës së makinave me thirrjet e shitësve ambulant. Në skaj në një rrugë të ngushtë pranë pazarit të ri, një grua rreth të 50-ave, me një trup të imët, por sy të ngrohtë, po qëndronte ulur mbi një arkë druri. Ajo shiste qese me majdanoz, tranguj të vegjël nga fshati, dhe disa tuf lule të vogla, që i mbante gjithmonë për t'i dhuruar kujtdo që ja kërkonte me zemër të pastër. Quhej Lirie. Askush nuk e njihte historinë e vërtetë të asaj gruaje. Askush, përveç vetë saj. Ajo nuk kishte familje. Kishte jetuar me zvarfërisë dhe punëve të rastit për më shumë se 30 vite. Por kishte një kujtim të vetëm që mbante gjallë nga brenda, kujtimi i një djali të vogël me sy ngjyrë mjalti, që kishte rritur vetë në një shtëpi ku punonte shumë vite më parë. Në të njëjtën kohë, në një ndërtesë moderne prej xhami, vetëm disa kilometra larg, një burr rreth të 40-ave po dilte nga një takim i rëndësishëm biznesi. Veshur me një kostum blu të errët, me hap të sigurt dhe një telefon që nuk pushonte së tingëlluari, ai po përgatiste një vendim që do të ndikonte në tregun e investimeve. Ai quhej Arbi Kelmendi, një prej biznesmenëve më të njohur të vendit. Asetet e tij i kishin kaluar kufijtë e Shqipërisë, duke u shtrirë në Itali, Austri dhe Gjermani. Mediat e quanin shqiptari i hekurit dhe betonit, sepse shumica e pasurisë së tij vinte nga ndërtimet. Por ajo që askush nuk dinte ishte se suksesi i tij kishte një plagë të fshehur. Ai ishte rritur pa prindër. Vetëm një grua, një dado e panjohur për botën, e kishte mbajtur pranë gjatë viteve më të vështira. Dhe një ditë ajo ishte zhdukur nga jeta e tij pa gjurmë. Atë ditë, fati do t'i sillte sërish pranë, por asnjëri nuk e dinte. Arbi kishte vendosur të lëvizte nga zyra, për t'i shpëtuar disa orë mbi ngarkesës. Shoferi i tij, një djalë i ri i quajtur Enis, po e drejtonte makinën përgjatë rrugës së pazarit, kur Arbi kërkoi të zbriste. Dua të eci pak në këmbë. Kam nevojë për ajër. I sigurt, e Kelmendi. Po, prit këtu. Jam vetëm 5 minuta. Ai doli nga makina, lidhi krahët pas shpine dhe filloi të ecte mes njerëzve si një qytetar i zakonshëm. Ndonjëherë i pëlqente ky anonimitet, derisa vështroi diçka që i tërhoqi vëmendjen. Në cep të rrugës, një grua po përpiqej të ngrinte arkat e saj të rënda, ndërsa një grup fëmijësh po qeshnin duke shkelur pranë luleve që ajo shiste. E lodhur, por me një buzëqeshje të butë, ajo nuk u zemërua me ta. I afrohet dhe thot me një zë të qetë: "Hajdeni, merrni nga një lule falas, vetëm mos mi shkelni të tjerat." Fëmijët qeshën dhe ikën. Ky moment, kjo butësi e papritur në një kaos të madh, e bëri Arbin të ndalonte. Ai u afrua ngadalë. Kur gruaja ngriti kokën për të parë klientin e radhës, sytë e tyre u takuan për disa sekonda të gjatë. Arbit ju drodh diçka brenda gjoksit. Një ndjesi e çuditshme, e ngrohtë dhe e dhimbshme njëkohësisht. Nuk e njihte, por nga diku e kujtonte. Sa kushton kjo tuf lulesh? Pyeti ai. Liria e pa me mirësjellje. Sa të jap zemra? Nuk kam çmim të fiksuar. Zoti e di kush ka e kush s'ka. Arbi u habit. Shumë pak njerëz flisnin kështu. Ai nxori nga xhepi një tufë të madhe parash. Ishin të paktën 500 euro. Po t'i jap këto. Ajo u stepe. Zotëri, kjo është shumë. Për një tufë të vogël. Jo, nuk i marr dot. Mere, tha ai me një ton të ngrohtë. Ti e meriton. Liria uli syt. Pesha e kohës, e varfërisë, e viteve të humbura, duke se i rëndonte mbi shpinë. Ajo u përgjigj ngadalë. Zotëri, nuk është se nuk dua t'i marr, por ky nuk është shpërblim për punën time. Mua më duket sikur po më jep dikush që më njeh. Arbi ngriti vetullat. Ajo frazë, ajo mënyrë e të folurit. Diku thellë në kujtesë i erdhi një zë i butë. Një grua që i thoshte: "Arbi, hajde se të bëra qumshtin me mjalt. Mos u mërzit, bir." Ai u shtang. Zemra i rahu fort. Si e ke emrin? Pyeti. Lirie, tha ajo thjesht. Lirie Berisha. Shisa e dëgjimit ju pak për një çast. Lirie. Dadoja e tij. Gruaja që i kishte mbajtur dorën natën kur ai qante. Gruaja që papritur ishte larguar kur ai ishte vetëm 4 vjeç. Ai mbeti pa fjalë. Ishte si të përballej me një fantazm të së kaluarës, por kjo ishte reale, e gjallë, duke i buzëqeshur me thjeshtësinë më të pastër që kishte parë ndonjëherë. Lirie, tha ai me një zë të dridhur, a ke punuar ndonjëherë si dado? Ajo ngriti syt dhe u shtang. Pyetja e goditi si rufe. Po, shumë vite më parë. Por kjo është një histori e vjetër, zoti im.
kam punuar për një familje, por pastaj më larguan, pa paralajmërim, pas qarim, dhe spata më mundësi të shihja fëmijët që rrita. Zëri i saj u thye. Ajo nuk qau, por syri i saj u mbush me lagështi që i tregonte gjithçka. Arbi ndjeu se diçka brenda tij u thye, një mur që kishte mbajtur për vite të tëra. A e mban mend emrin e djalit? Pyeti ai ngadalë. Liria ngriu. Frymëmarrja ju rëndua. Pas disa sekondash, e tha. Po, e mbaj mend çdo ditë të jetës sime. E quajtën Arbi. Atij i ku ngjyra e fytyrës. Arbi kelmendi. Vazhdoi ajo me një zë të dridhur, si të kishte frikë nga përgjigja. Ai e pa drejt në sy. Unë jam. Liria lëshoi arkat nga duart. Njëra prej tyre u përmbys dhe disa tranguj u rrokullisën në rrugë. Kalimtarët u kthyen kokën, por askush nuk ndërhyri. Ishte një moment shumë personal, shumë i shenjtë. Ajo ngriti duart mbi gojë. O Zot i madh, Arbi, bir. Ajo nuk ja lejoi vetes t'i afrohej. Ishte e pasigurt, ishte e hutuar, ishte e friksuar se mos po e ngatëronte. Arbi nuk priti. Ai u afrua pa hezitim dhe e përqafoi fort, si një fëmijë që më në fund gjeti nënën. Ku ishe kaq vite? Përshpëriti ai. Liria nisi të dridhej. Ata më larguan. Më thanë të mos kthehesha më. Nuk munda t'i shpjegoja asgjë. Nuk pata askënd që të më ndihmonte. Pastaj humba gjithçka dhe rash në varfëri, por gjithmonë të kam mbajtur në zemër. Arbi e shtrëngoi më fort. Për një njeri që zotëronte miliona, këto fjalë kishin më shumë vlerë se çdo gjë që kishte ndërtuar në jetë. Nuk do të lë më kur vetëm, i tha ai. Kalimtarët mbanin sytë te ta. Disa nuk e kuptonin, disa dyshonin se po shihnin një sken filmi, por Arbi nuk i vuri re. Ai e ndihmoi të ngrinte arkat, i mblodhi të gjitha me duart e tij dhe i çoi drejt makinës së zezë luksoze ku priste shoferi. E nisi u habit. Zotëri, kush është zonja? Është familja ime, tha Arbi me vendosmëri. Dhe nga sot do t'i ndryshoj jetën. Liria nuk fliste. Lotët i rridhnin në heshtje, duke lagur duart që i dridheshin. Në atë moment, Arbi mori një vendim të menjëhershëm. Ai nuk do ta ndihmonte vetëm me pak para. Jo, ai do t'i jepte jetën që ajo meritonte. Dhe kështu fillon gjithçka. Makina luksoze e Arbit lëvizi ngadalë mes trafikut të Tiranës, ndërsa Liria rinte e qetë në sediljen e pasme, e ngurtë, me duart e mbledhura mbi prehër. Ishte si një ëndër e çuditshme që nuk e kishte pritur kurrë. Për herë të parë pas 30 viteve, ajo ndjente ngrohtësinë e dikujt që e kujtonte, që e çmonte, që i fliste si njeri e jo si shëbëtore. Arbi e shikonte shpesh nga pasqyra. Sytë e tij i rinin të zbutur, ndryshe nga zymtësia që i karakterizonte zakonisht. Lirie, a do të kesh problem të vim në zyrë? Dua të flasim të dy në qetësi. Ajo mblodhi duart edhe më fort. Bir, unë nuk jam mësuar në vende të tilla. Më duket sikur nuk kam vend aty. Arbi buzëqeshi butë. Ti ke vend kudo ku jam unë. Këto fjalë e goditën emocionalisht. Ajo uli sytë dhe u përpoq të mos qante, por disa pika loti i ranë përsëri. Kur mbërritën në ndërtesën e madhe prej xhami, rojet e sigurimit u ngritën në këmbë. Arbi i dha një shenjë të lehtë me kokë, dhe ata u larguan menjëherë, duke hapur dyert e brendshme. Liria ndjeu se po shkelte në një botë tjetër, në një univers që nuk ja kishte imagjinuar kur vetes. Tapetet e leshta, muret me piktura moderne, aroma e kafes së shtrenjtë, të gjitha i dukeshin luks i largët. Por Arbi e eci pranë saj, si të mos kishte askënd tjetër në botë. E futi në zyrën e tij, një hapësirë e madhe me dritare panoramike nga ku dukej gjysma e Tiranës. Ulu, të lutem, i tha ai, duke i afruar një karrige të rehatshme. Liria e lau duart në fundin e xhaketës së vjetër, sikur të mos donte ta ndot mobiljen e shtrenjtë. Bir, mos u shqetëso për mua. Më ndihmove boll, vetëm që më dhe vëmendje. Arbi u ul përballë saj. Jo, ende nuk kam bërë asgjë. Kam pyetje që më kanë djegur gjithë jetën. Dua të di të vërtetën. Dua të di pse u largove. Kush të detyroi? Çfarë ndodhi në të vërtetë? Ajo mori një frymë të thellë dhe uli syt. Ky ishte një moment që e kishte friksuar për vite të tëra. E vërteta e hidhur. Bir, unë nuk u largova me dëshirë. Filloi ajo me zë të dridhur. Në atë kohë punoja për prindërit e tu të adoptuar. Unë isha dadoja jote që nga dita kur të morën në shtëpi. Ti ishe foshnje shumë i vogël.
Arbi ngriti kokën i tronditur. Të adoptuar. Po ata nuk ishin prindërit e tu biologjik. Arbit ju ngrit pulsi. Pse nuk më tha askush? Liria mbylli syt për një moment. Ata nuk donin që ti ta dije. Kishin frikë se mos një ditë kërkoje të vërtetën, dhe kjo do t'i bënte të ndieshin më pak prindër. Ishin të pasur, të njohur funi i tyre duke i rregullt, por brenda shtëpisë kishte sekrete. Ai u afrua me trup përpara. Vazhdo, të lutem. Ajo mori i frym thellë. Unë u lidh shumë me ty. Ti ishe fëmia i vetëm në atë shtëpi të madhe. Prindërit e tu punonin shumë dhe unë isha ajo që të mbaja në krah, të usheja, të merja në kopsht, të qetësoja natën. Ti më thirrje, Lira mami, kur mësoje të flisje. Zëri i Arbit u thye. Unë s'mbaj mend asgjë, por e ndjej një boshllëk, si një vend bosh që ka qenë i zënë dikur. Po, bir, ti ishe i lidhur me mua. Dhe kjo u bë problem. Arbi ngriti i shpejt kokën. Pse problem? Nëna jote adoptive ishte xheloze. Ai mbeti pa fjalë. Liria vazhdoi. Sa më shumë rriteshe, aq më tepër kërkoje mua. Nëna jote e shihte si fyerje. Ajo donte që lidhja jote të ishte vetëm me të. Dhe një ditë, pas një grindje mes tyre, më thirrën dhe më thanë: duhet të largohesh menjëherë. Nuk do të kthehesh më kurrë. Nuk më lan as të përshëndesja. Zëri i saj u shua. Ishte një kujtim që ende i lëndonte shpirtin. Arbi ngriti dorën, sikur të kërkonte kohë për të marrë frym. Pra më kam prerë nga e vetmja njeri që më donte pa kushte. E di, përshpëriti ajo. Ata menduan se po bënin më të mirën për veten e tyre. Jo për ty. Arbi ndjeu sikur një dhimbje e vjetër i u kthye në trup. Kjo ishte arsyeja pse ai kur nuk kishte ndjerë ngrohtësi në atë shtëpi, pse ishte rritur gjithmonë i ftohtë, pse nuk kishte kujtime të lumtura të fëmijërisë. Dhe çfarë ndodhi me ty pas largimit? Pyeti ai. Liria uli kokën, duke kërkuar fjalët. Kam punuar ku kam mundur. Më morën në disa shtëpi të tjera, por kudo ishte e përkohshme. Më pas rash në vështirësi financiare, u sëmura, humba shtëpinë me qira. Pastaj fillova të shisja në rrugë. Ajo ishte mënyra e vetme për të mbjetuar. Arbit ju mbushën syt. Nuk ishte qartë që në moshën 18 vjeç, por tani ndjeu një therrje të fortë në gjoks. Dhe askush të ndihmoj. Jo, bir. Njerëzit harrojnë shpejt ata që u kanë shërbyer. Ajo buzëqeshi lehtë, pa hidhërim, vetëm me një lloj përulësie të rrallë. Por unë jam gjallë, dhe Zoti ma sjelli ty sot. Arbi nuk priti më. U ngrit, e mori Lirien për duar dhe tha: s'ka më rrugë për ty. S'ka më sakrifica. S'ka më lëndime. Sot unë do të filloj ta shlyej borxhin ndaj teje. Ti më dhe fëmijërin time. Ti më dhe dashurin që nuk e mora askund tjetër. Lotët i rridhnin lirshëm. Dua të jetosh si mbretëresh. Dua të kesh një shtëpi të nden. Dua t'i kthesh vitet që të morën. Dhe dua të kem pranë në jetën time. Liria qau në heshtje. Ishin lot falënderimi, lot çlirimi. Bir, unë nuk kërkoj asgjë. Unë po të jap atë që ti meriton. Dhe kjo është shumë pak. Ajo u përkul sikur të donte ta përqafonte, por u step. Arbi e tërhoqi pranë dhe e përqafoi vetë. Fati po i kthente borxhin e tij. Pas disa minuta shqetësie, ai tha: duhet të dëgjojmë edhe një gjë tjetër. Dua të di kush ishin prindërit e mi biologjik. Më ndihmon dot. Ke dëgjuar ndonjë gjë ato vite? Liria ngriti kokën ngadalë. Po, kam dëgjuar diçka, por nuk kam qenë kurrë e sigurt. Dhe kisha frikë të flisja. Arbi i mori duart. S'ka më sekrete. Thuaje. Ajo mori i frym thellë. Dëgjova se prindërit e tu biologjik, një çift i ri nga një fshat i veriut, vdiqën në një aksident kur ju ishit foshnje. Një kushëri i largët ju dha për adoptim. Nuk di më shumë, por mund të kërkojmë bashkë. Mund të gjejmë të vërtetën. Arbi u ngrit me vendosmëri. Do ta gjejmë. Do ta gjej çdo gjë që më kanë fshehur. Por tani kemi një gjë më urgjente. Ai i bëri shenje e nisit. Përgatit makinën. Po shkojmë të blejmë një shtëpi. Liria u habit. Çfarë? Bir, unë nuk kam nevojë për shtëpi të madhe. Më mjafton një dhomë e vogël. Arbi buzëqeshi. Jo, ke nevojë për një jetë të re. Blerja e shtëpisë. Ata shkuan në një lagje të qetë, pranë liçenit të Tiranës. Brokeri i pasurive të paluajtshme i priti menjëherë. Arbi i kërkoi opsionet më të mira. Diçka e re.
e sigurt, e pastër, dhe e bukur. Natyrisht, e kelmendi. Kemi disa apartamente premium. Arbi e ndërpreu. Jo apartamente. Shiko diçka më të madhe. Villa. Brokeri u hutua, por buzëqeshi shpejt. Liria u ngrit në këmbë. Bir, jo. Shtëpi. Vil. Unë do të jem vetëm. Ç'nevoj kam për vila. Jam mësuar me pak. Arbi ju afrua dhe ja vendosi duart mbi supet. Ti e mësuar me pak, sepse jeta nuk të la mundësi për të patur shumë. Por unë dua ta ndryshoj këtë. Të lutem, më lër të bëj të lumtur. Ajo nuk mund t'i rezistonte dot këtij toni. Ishte një zë që vinte prej zemrës. Pas 2 orësh, ata pa një vil të bukur, një shtëpi 2 katëshe me një verandë të madhe, me kopsht të gjelbër dhe një dritare të gjerë përballë liçenit. Liria u afrua te dritarja dhe preku xhamin. Kjo është si ëndër. Arbi po e shikonte, jo shtëpin. Po, është e jotja. Ajo u kthye e tronditur. Jo, bir është shumë. Asgjë nuk është shumë për ty. Ai ju drejtua brokerit. E marr. Sot, bëj gati kontratat. Brokeri mezi po mbante emocionin e shitjes së shekullit. Ndërsa Liria qante dhe qeshte njëkohësisht, Arbi mori një vendim që do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë. Nga sot, ti nuk je vetëm një grua që unë e ndihmova. Ti je familja ime. Darka e parë si familje. Në mbrëmje, Arbi e çoi Lirien në një restorant të qetë buzë liçenit. Nuk donte fotografi, nuk donte publicitet. Donte thjesht të ishte me të. Lirie, dua të më tregosh çdo gjë që ke përjetuar. Dua t'i di plagët e tua, që t'i shëroj. Ajo mbylli syt ngadalë. Ke zemër të madhe, bir, por mos haro. Edhe njeriu i plagosur ditë të dashuroj fort. Arbi e pa gjatë, për herë të parë në shumë vite, e ndjeu veten të zhveshur nga maskat e pushtetit, të parave, të imazhit publik. Kishte pranë vetes njeriun që i kishte dhënë dashurinë e parë të jetës. Kishte pranë vetes një nën, por ai nuk e dinte që vërteta e historisë së tij sapo kishte filluar, dhe ardhmja do t'i sillte një të vërtet edhe më të rëndë, më të thellë dhe më të rrezikshme, një të vërtet për të cilën nuk ishte i përgatitur. Dita e parë në shtëpinë e re kishte një ndjesi të çuditshme për Lirien. Ndoshta ishte ajri i pastër, ndriçimi i dhomave, apo vetëm fakti se nuk kishte më nevojë të ngarkonte duart me qese e arka të rënda. Ajo ecte nga dhoma në dhomë, duke prekur çdo sipërfaqe, duke u çuditur për çdo detaj. Ishte si të hidhte hapin për herë të parë në një jetë tjetër, një jetë që nuk e kishte menduar kurrë se mund ta kishte. Arbi qëndronte pranë saj, pa fjalë. Çdo gjë që shihte te sytë e saj i jepte një ngushëllim të brendshëm. Ai e kishte parë atë të raskapitur, të dhimbshme, të harruar, por tani ajo ishte e rilindur, dhe ai e ndjente përgjegjësinë më të madhe të jetës së tij. Ta mbante të lumtur. Bir, nuk e di si të falenderoj, tha ajo, me zërin e mbushur me lot. Mos fol për falënderime, i tha ai butë. Në jetën time, ti je dhurata më e madhe. Ti më bëre të kuptoj çfarë do të thotë dashuria e pastër. Ajo buzëqeshi për herë të parë, me një qetësi që i ngjante paqe. Dhe aty, në atë moment, Arbi e kuptoi se çdo euro, çdo kontratë, çdo investim i madh, nuk kishte asnjë vlerë krahasuar me këtë. Praninë e saj, buzëqeshjen e saj, shpirtin e saj të papërlyer. Zbërthimi i së kaluarës. Por jeta, edhe kur duket e qetë, ka mënyrën e saj për të sjellë sfida. Disa ditë më vonë, një letër me zyrën e regjistrimit të dhënave, e cila ishte adresuar për Arbin, ndryshoi gjithçka. Ishte një dokument nga një arkiv në veri të Shqipërisë, një certifikat lindjeje që përputhej me informacionin që Liria i kishte dhënë, por kishte një detaj tjetër, një emër i ri që nuk i ishte thënë kurrë, një emër i prindit biologjik të tij, një të afërmi që kishte mbijetuar dhe kërkonte kontakt. Arbi u ngrit shpejt, zemra i rahu fort. Liria, duke parë gjendjen e tij, e pyeti: "Çfarë ndodhi, bir?" Ai e pa gjatë, duke mbledhur mendimet, pastaj foli me vendosmëri: "Do ta gjejmë. Nuk mund të ndalojmë tani. Është pjesë e së kaluarës time që duhet zbardhur." Liria e kuptoi seriozitetin e situatës. Kishte frikë, por gjithashtu një kuriozitet të thellë. Kush ishte e vërteta e mbetur? Pas disa javësh kërkimesh intensive, Arbi dhe Liria udhëtuan në veri të vendit. Takuan një grua të moshuar që i priti me heshtje dhe respekt. Ajo e njohu menjëherë Arbin nga portreti i tij i vogël, që kishte mbetur në kujtimet e saj. "Ti je ai djalë që humbi prindërit e tu," tha ajo me zë të dridhur. "Të kemi kërkuar për vite,
por historia u mbajt e fshehur. Tani e këtu, dhe nuk do të largohesh më. Arbi e përqafoi fort, duke ndjerë se një boshllëk i madh në zemrën e tij ishte mbushur. Liria ishte aty pranë, duke qeshur dhe duke qarë njëkohësisht, duke ndarë me të këtë çast të shenjtë. Një familje e rilindur. Pas kthimit në Tiranë, Arbi vendosi diçka të madhe. Ai I bëri Liries një dhuratë që nuk kishte të bënte me para apo luks, një shtëpi me kopsht, por edhe mundësi për të hapur një biznes të saj. Liria, me njohuritë e saj të thjeshta dhe aftësinë për të përgatitur gjëra të vogla, nisi një kafene të vogël pranë liçenit. Por ajo nuk punonte vetëm për para. Punonte me zemër, duke ndjerë se çdo klient ishte një pjesë e historisë së saj të re. Arbi e vizitonte çdo ditë, jo vetëm për të kontrolluar biznesin, por për të kaluar kohë me të. Ata flisnin, qeshnin, kujtonin fëmijërinë dhe planifikonin të ardhmen. Liria më në fund ndjeu se ishte e lirë nga e kaluara, por edhe mbrojtur nga një dashuri e pakushtëzuar. Një ditë, ndërsa qëndronin në verandën e vilës, Arbi mori dorën e saj. Lirie, e di që nuk mund të ndryshoj gjithçka që të ndodhi në të kaluarën, por dua të bëj një gjë të qartë. Çfarë, bir? Pyeti ajo, duke I shikuar syt. Do të jem gjithmonë pranë teje. Nuk ka më fshehje, nuk ka më dhimbje të ndara. Ti je pjesë e jetës sime që nuk humbet kurrë. Liria buzëqeshi. Nuk kishte nevojë të thoshte asgjë. Lotët e saj ishin prova e fjalëve të tij. Një mesazh për të gjithë. Historia e tyre u bë një shembull në lagje, në qytet, madje dhe në media private. Nuk ishte pasuria që kishte bërë ndryshimin. Ishte dashuria, kujdesi, përkushtimi dhe respekti për të kaluarën e tjetrit. Njerëzit që e pan Lirien me Arbin kuptuan se asnjë lloj varfërie, dhimbje apo sekreti nuk mund të pengonte rilindjen dhe lumturinë. Liria, e cila një herë kishte shitur në rrugë me arka të rënda, tani kishte një shtëpi, një biznes dhe një familje. Arbi, që kishte jetuar I ftohtë dhe I vetëm, tani kishte nënën që e kishte rritur, dashurinë e saj të pastër dhe të vërtetën e kompletuar për jetën e tij. Ata shikonin njëri tjetrin dhe një kuptim I heshtur, I fuqishëm mbushte ajrin. Nuk kishte nevojë për fjalë. Çdo gjest, çdo buzëqeshje, çdo përqafim ishte dëshmi e rilindjes së tyre. Epilog. Jeta është e çuditshme. Ndonjëherë na çon në rrugë të humbura, larg njerëzve që duam, duke na bërë të harrojmë kuptimin e dashurisë së vërtetë. Por ajo gjithmonë gjen mënyrën për t'u kthyer. Dhe kur dashuria dhe kujdesi janë të vërteta, asnjë kohë, asnjë dhimbje, asnjë fshehtësi nuk mund ta ndalojë rilindjen e shpirtit. Liria dhe Arbi ishin dëshmi e kësaj. Një nën dhe një bir, të ribashkuar pas viteve të humbura, duke treguar se dashuria e pastër mund të mposhtë çdo pengesë dhe se çdo jetë mund të fillojë sërish, pa marrë parasysh sa e vështirë ka qenë e kaluara. Ata filluan një jetë të re, ku çdo ditë ishte një bekim dhe çdo çast një mundësi për të ndarë dashurinë që nuk kishte njohur kufi. Dhe kështu, historia e grave që shesin në rrugë dhe e djemve që bëhen milioner u përfundua me një mesazh të qartë. Dashuria dhe respekti janë të pasurit më të mëdhenj që një njeri mund të zotërojë. Historia përfundon këtu me një ndjenjë të plotë të rikthimit, paqes dhe lumturisë së merituar.